Mirë se erdhët të dashur peshor në letrat të rrëfejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin për javën që vjen. Peshore, kur shikoj letrat që më kanë dalë për ju, apo nëse të ta bëja një përmbledhje këtë javë, me një fjali do ishte: mos beso gjithçka që mendon dhe mos dysho në gjithçka që ndjen. Sepse letrat tregojnë se java juaj do të sillet rreth perceptimeve, marrëdhënieve dhe gjetjes së ekuilibrit me zemrën dhe arsyes. Ja fillon të dashur peshor me energji shumë të bukur lidhje. Çikon janë dy persona këtu, që do thot patjetër e dashurisë. Për disa për jush kjo lidhet me partnerin, për disa me familjen, po për disa me një person që ka rëndësi të veçantë. Mund të ketë një afrim, një bisedë ose një moment ku ndiheni më të kuptuar. Por mos u habitni nëse dikush ju bën të mendoni më shumë se ç'duhet. Sepse menjëherë pas kësaj po vjen perceptimi. Letra e perceptimit. Dhe këtu është tema kryesore e javës, të dashur peshor. Apo i shihni gjërat ashtu siç janë, apo ashtu siç keni frikë se janë. Apo ju injoron vërtet ai person, apo thjesht është i zënë. Shembull, apo mbyllet një derë, apo thjesht nuk është hapur ende. Kjo letër ju kërkon të mos nxirrni përfundime të nxituara, sepse jo çdo mendim që kalon në kokën tuaj është fakt. Letra e tretë tregon në çfarë duhet shmangur. Tu është shoh një paralajmërim për nostalgjinë dhe idealizimin. Mos e krahasoni të tashmen me një version të përsosur të së kaluarës. Sepse e kaluar zakonisht të dashur jo vetëm për ju, por për gjithë ne duket shumë e bukur kur e shohim nga larg. Që nuk ishte aq e bukur kur e përjetonim, në një farë mënyrë, jo aq e bukur. Dikush mund të rikthehet në mendimet tuaja ose mund të kujtoni një situatë vjetër, por letrat thonë të mos harroni arsyet pse gjërat ndodhen ashtu si ndodhen. Do thotë, e kaluar duket vetëm e bukur nga larg. Mundësia që po hapet gjatë javës është shumë e fortë, të dashur, shumë e fortë. Është energjia mashkullore dhe femërore, flet për ekuilibër. Dhe po të njohësh një peshore, e di që fjala ekuilibër është pothuajse emri i dytë i saj. Kjo mund të jetë një javë ku arrini të gjeni mesataren e artë në një situatë, një marrëveshje, një partim, një kompromis, ose thjesht një qetësi që nuk keni ndjerë prej kohësh. Këshilla vjen nga nëna apo mother që quhet letra ndryshe, mos harroni kujdesin për veten, të dashur peshor. Peshorët kanë zakon të kujdesen për të gjithë. Të dëgjojnë të gjithë, të kuptojnë të gjithë dhe pastaj habiten pse janë lodhur. Këtë javë pyeteni veten, po unë si jam, pra një kujdes për veten, mejtoni po aq sa kujdeseni apo po aq kujdesa u jepni të tjerëve. Java mbyllet të dashur me një energji shumë të bukur, mençurie dhe qartësie. Kjo situatë që në fillim të javës duke e ndalikuar deri në fund mund të duket shumë më e thjeshtë. Mund të merrni një këshill të mlefshme, mund të mësoni diçka të rëndësishme, ose mund të kuptoni se përgjigjja që kërkonit ka qenë para jush gjatë gjithë kohës. Kjo është një javë të dashur peshor ku duhet të mbani këmbët në tokë, mendjen e hapur, mos u nxitoni të besoni çdo dyshim dhe mos trembeni nga çdo pasiguri. Një ekuilibër i ri po krijohet dhe deri në fund të javës do të ndiheni shumë më të qetë dhe më të sigurt. Nëse marri me humor peshorja të hënën, nëse e marri me humor, vetëm, peshorja të hënën thotë, kam dy mundësi. Të martën, ndoshta kam 4, e pastaj të mërkurën, po sikur të krijoj edhe mundësi të tjera, apo po mirë, po hedh short se u lodha, e gjithë kështu, duke lodhur vetëm kot së koti.
mos kërko për sosmërinë. Ndonjëherë vendimi i mirë është më i vlefshëm se sa vendimi perfekt, të dashur beshar.